Mirdita. Mirdita. Shumë faleminderit që më ftove në serat e tua model, të cilat janë 3 hektar pëte, apo jo? Po, janë 3 hektar. Familje Mallakastriotësh, të vendosur në Qerm, Yzeirët, mbi emër Mallakastriot tipik. Si vendoset vije këtu? Fillimisht jam marrë me tjetër biznes. Kishim ca lekë të lira në përduar dhe tham ku t'i hedhim? Në bujqësi. Zgjodhëm bujqësinë. Bëm 1 hektar fillimisht, bëm me forcat tona. Pastaj duke kaluar koha, kemi shtuar edhe 2 hektar tjera me ndihmën e Ipardit. Okej. Dhe këtu mbillet ai speci trikolor që ka pasur shumë sukses në tregun evropian. Po, kryesisht ne jemi tek speci. Kemi përzgjedhur specin trikolor, që dhe është goxha produkti i tërhequr. Operojmë me kontrata, që lidhen paraprakisht dhe pastaj mbjellim. Mendojmë se është një përzgjedhje nga ana jonë, sepse speci ka një çik më pak probleme. Kontratat me kjo i lidh zakonisht? Aktualisht i kemi me një kompani spanjolle që ka bërë dhe një investim në Vedat, Natural Planet. Me ata kemi kontratën. Dhe pastaj ato është përndaj në Europë? Ata e marrin nga ne dhe... Këto janë për Gjermani apo jo? Po, ata është përndaj pasaj në Gjermani, Holland, Spanjë, ku. Tani në këto momente që procesi po kryet? Shikoj që po bërë? Aktualisht ne kemi një javë që kemi mbjell. Fidanët, të cilët tani kanë filluar që të marrin... Ka filluar atë procesin e ranjizimit, kurse punëtorët janë futur për të ulur fijet që të bëhet gati për lidhjen. Në çfarë javë fillon lidhja? Për një 2 javë, 3 javë fillon pas. Po. Tani edhe koha është ngrohur çik dhe ajo ecën çik shpejt. Si po na ecën serat këtë vit? Mendoj që ky vit është një vit shumë i mbarë, sepse nga informacionet që kemi nga prodhimi fidanëve, ne si vjet do të jemi rreth 55 deri 60 milion fidan perimesh, pra do të thotë që janë 2220 hektar të mbjella, në dy fushën, pra do të thotë që kërkesa të fidanës 15 deri 20% më shumë në vitin e kaluar. Nga fermerët. Pra, prodhojnë nga fermerët si dhe e këndimët, prodhojnë nga qytetet, si kranë, të shërëtia, rëtëtimi, që do të thotë Kjo do të thotë që fermerët janë orientuar drejt, duke ditur dhe kërkesë ofertën që ka tregur. Që duket jetë e lartë. Po, si që tha dhe zoti i Serës, që unë kam qenë punë, edhe para sa ditëve, që da më të ta janë realisht orientuar dhe anaj e kam thënë gjithmonë që Buqësia ka një nuk e do të rasisë. Buqësia ka një kërkim, orientim, edhe në mbështetin që si vjetë të kemë sera, do të jetë jo vetëm 2 milion lekë për 1 hektar, ku fermerët mund bashkohen me një atë marrëveshje të 1 hektar, ku të kenë një agronom dhe inputet bujqësore, por do të mbështetet me mbrojtja biologjike që është e veçantë. Që është shumë e rëndësishme. Pra ne duhet të kërkojmë një produkt të standardit për qatë tregun evropian, po se jo edhe për tregun vendas dhe me gjithë të bumë turiste që do kemi, që ne kemi një produkt i cili nuk shkon më në Itali, në Spanjë, në tërtash, por spanjoll dhe italiani vjen dhe konsumon. Patjetër, por megjithatë ne kemi atë planin ton, duke qenë se kemi vendosur tashmë edhe si një plan që duhet realizuar deri në 2030, që eksportet bujqësore të tejkalojnë 1 miliard euro, ndërkohë që tani jemi 520 milion dhe tani vazhdojmë drejt 2030-s për të arritur 1 miliard që në eksporte bujqësore. Por nga ana tjetër, si shumë drejt e the, edhe tregu vendas i ka shtuar kërkesa tashmë, duke qenë se kemi të gjithë hotelëri turizmi që ka filluar të përfshisë në pjesë të produkteve. Thash që ke edhe punëtor të huaj në serë. Po, e kam një, është nga Kameruni. Ai ka qenë futbollist diku me një ekip Çorovodën, duket ta nuk e di mirë. Kishte ngelur pa punë, rastisa në rrugë, e mora për në Tiranë,
Mua bet rrugës i thash, ku punon? Tha jam pa punë. Tha. Kam qenë portier me një ekip, tha, dhe kam dalë pa punë. Thash, a ke nevojë të punosh? Po, më tha. Dhe i kam hapur një vend, tani po merremi çik me procedurat e letrave, se ai i kishin mbaruar edhe letrat. Duhet ta sistemojnë. S'ka nevojë për ujë, më duket, pak jo. Akoma nuk ka hapur mirë rrenjët, edhe temperaturat janë çik të larta. Tani, klima ka filluar të vijë në tokë. Okej. Pra, kjo rrënja e cila është zbardhur dhe ka filluar të tentoj, kishte momenti i parë më i vështirë për bimën. Pra, këto Që të zërë, të rënjëzohet, se shtanë. Pra, kjo rrënja del nga kubiku, ja, shikon që është zbardhur komplet, dhe kjo është lidhur me tokën. Kjo këtu, kjo është rrënja, edhe kjo këtu. Dhe tani kjo ka filluar, pra, në momentin që kalon këtë fazë, bima, siç tha, po ecë me ritme shumë të shpejta, prandaj këto sera janë të një niveli shumë të lartë teknologjik, me kubaturë të lartë, me jezim, me tokë plasmas, me tamon, me gjithë se kjo tokë Është çik e rëndë. është e rëndë, është pak e vështirë, por ka momentin e parë të dhënies, momentin që bima jote dhe është do tu ka tukin dhe do tu ka Është me pikë zim. Tu bëhet deplorim. Jo është që të kanë të bëjë tani më shkencë. Dhe që punët janë të orientuar drejt teknologjisë. Dhe asgjë nuk bëhet më pa e studiuar mirë. Kështu që ka përcjellën edhe problematikat, siç është rasti i një toke të rëndë ku ku jemi tani. Me tokë, kjo fazën e parë, pastaj Edhe mbulesa me plasmasin e zi shërben për të rritur temperaturën. Për rritjen e temperaturës dhe për barat e këqija. Të këqija. rënjëzim më të shpejt dhe mos ketë barat e këqija që zhvillohen. Ne kemi mbrojtjen biologjike. 3 vjet që aplikojmë mbrojtjen biologjike. Është viti i tretë si vjet dhe na ka dhënë goxha rezultat. Këtë po thoshte Janë edhe eliminuar zëvendësministri. komplet spërkatjet e produktit deli pastër, por në fundit edhe punëtori që punonte kishte probleme sepse Normal. helmesh. Normal. Po që kemi zgjidhur një pjesë goxha të madhe. Dhe ne duam që ta përhapim gjithandej apo Po jo? jo, kjo do Dhe kjo- mbështetet. Po, Dhe kjo është arsyeja pse po bëjmë dhe mbështetjen, pikërisht mbështetja një pjesë e subvencioneve do të shkojnë në mbrojtjen biologjike, pikërisht për të incentivuar të gjithë buqet dhe fermerët që të kalojnë pra nga mbrojtja me pesticide në mbrojtjen biologjike dhe për të ofruar kështu jo vetëm në tregun ndërkombëtar, por edhe në tregun shqiptar produkte të cilat janë të shëndetshme dhe pa asnjë lloj problematike. Po përsa i përket ujit, sepse më kujtohet që një nga bisedat që kemi bërë me para 2-3 vjetësh me agronomën që kishte sjell ajo firma spanjolle pikërisht që bën gjithë organizimin e specit trikolor, ishte edhe çështja e ujit, që ato preferonin që uji të mblidhej në rezervuar, duke pas parasysh që uji i shiut është gjithmonë ai që është më i pastër apo jo. Pikërisht, si e keni Unë zgjidhur? faktikisht kam një pus, kam bërë dhe një depozit rreth 500 metra kub, e nxjerr nga pusi, e kaloj në depozit e pastaj bëhet vëditja. Uji është shumë i mirë, nuk kam probleme me ujin. Jo, nuk ka. fermerët tani janë Janë të informuar mbi të gjitha, i kanë të mundësit për të zgjedhur mënyrën se si do të operojnë në për serat e tyre, dhe çka është e rëndësishme është teknologjia që shikojnë nga vaditja me ujë tek inovacionet e ndryshme siç është mbrojtja biologjike. shkoj sa tokë e rëndë është, dhe sa tokë shëndetshme biologjike, po kishte si bjak tokë e lehtë, to kishte bima fletin e momentit të parë nuk do kalon të parë. Qartë. Pra që bën dora dhe mendja e njeriu dhe në tokë, bëj të serë dhe këtë prodhim që ju tani jeni bërë gjithë agronomë, duke qenë edhe të takosh do të fermerët. Para pak e di për çfarë po bisedonin, po bisedonin për Izraelin dhe për gjithë inovacionin që ata kanë futur në butësi dhe se si ja kanë dalë me toka të rënda dhe të thata të bëhen një nga proceset më të mëdhej. Pikërisht. Ata i quajnë Të jashtëzakonshme. baklava. Kështu që bujqësia dhe teknologjia shkojnë bashkë tashmë, inovacioni gjithashtu, dhe për sa kohë kemi buqet tanë fermerët punëtor, të cilët nuk përtojnë të rinë tokës në krye,
çdo gjë bëhet e mundur. Shumë faleminderit për këtë prezantim sot. Një mallakatriot. Faleminderit juve, faleminderit edhe ju për vizitën. Ishte kënaqësi.